Tragjike e përplasi makina humbi jetën 50-vjeçaria shqiptare në Itali. Një 50-vjeçare shqiptare Amela Drini ka humbur jetën pas një jave shtruar në spital pasi e kishte përplasur një makinë teksa po ecte përgjatë rrugës. 50-vjeçaria, e cila u hodh disa metra tutje nga mjeti që e përplasi, ka ndëruar jetë për shkak të plagëve shumë të rënda të marra, në veçanti një goditje fatale në kokë. Shkaki i aksidentit, sipas mediave italiane, dyshohet se u bë dukshmëria e ulët në zonë, edhe për shkak të shiut të rrëmbyeshëm atë mbrëmje, i cili nuk e lejoi shoferin të shmangte përplasjen me 50-vjeçaren e cila jetonte pak hapa larg vendit ku u godit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.